Amin, mirë mëngjes, unë shpresoj që jeni mirë. Ky është një mesazh për kishën tonë, kisha Baptiste Beraka në Sërand, për anëtarët e kishës atje. Faleminderit që shikoni këtë video edhe shpresoj që mesazhi që do të t'ju japim sot të ketë shumë dherë për ju dhe për ne, edhe ju na mungoni shumë, por në 13 gusht do nisemi edhe me ndihmën e Perëndis do jemi përsëri atje me ju në kishë. Amen. Sot kam një mesazh nga Eksodi, kapitulli 1, vargu 17. Bibla thot: por mamit kishin frikë nga Perëndia dhe nuk vepruan siç i udhëroi mbreti i Egjiptit, por i shpëtuan të gjallë fëmijët meshkuj. Edhe një herë, kërkoj falje nëse nuk lexoj mirë në shqip, por mamit, ato janë gra që kujdesen për fëmijë kur linden. Amen. Infermiere që rrin afër grave që janë gati për të lindur edhe kujdesen për fëmijët. Domethënë, por mamit kishin frikë nga Perëndia dhe nuk vepruan siç i udhëroi mbreti. Edhe domethënë, izraelitët në këtë moment janë në sklavëri. Por janë bekuar nga Perëndia në këtë moment. Edhe u shumuan, forcuan nga Perëndia, kaq shumë që faraoni kishte frikë nga izraelitët. Edhe ai dha urdhër që fëmijë meshkuj duhet të vriten, të mos jetojnë më, që izraelitët të mos shumoheshin më shumë. Por mamit që kishin frikë nga Perëndia tha brenda vetes së tyre: jo, nuk do të bëjmë këtë, sepse kjo vepër është kundër Perëndis. Edhe ne gjejmë këtu një mesazh për ne të gjithë, që mirë, një qeveria mund të jap një udhër, por nëse udhërimi është kundër Perëndis, nëse udhërimi nuk është sipas Biblës, më mirë t'i shërbejmë Perëndis se sa qeverisë. Amen. Le të zbatojmë atë që është sipas Biblës, sepse kjo ka shumë dherë. Edhe ai është Zoti mbi të gjithë. Edhe në Dhjetën e Re gjejmë një varg te libri i veprave. Edhe ky është momenti kur dishepujt e Jezusit janë duke predikuar. Edhe kyre prifti dha udhër atyre duke thënë: mos predikoni më në emër të Jezusit. Mos predikoni më në emër të Jezusit. Edhe për shembull te Veprat, kapitulli 5, vargu 27, dhe pasi i kishin sjell ata, i vun përpara këshillit, dhe kyre prifti i pyeti, duke thënë: a nuk ju udhëruam rreptësisht që ju të mos jepni mësim në këtë emër? Domethënë, të mos predikoni më në emër të Jezusit. Vargu 29. Atëherë Pietri dhe apostujt e tjerë u përgjigjen dhe thanë: ne duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se njerëzve. Ne duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se njerëzve.
Unë besoj që mesazhi atje është I qartë. Amen. Ne duhet I bindemi Perëndis. Sepse nga një herë një njeri që është mbi ne, ose në punë, ose në qeveri, ose në shtëpi, na udhëron që ne të bëjmë diçka që është kundër Biblës, që është kundër besimit, që është kundër fesë son, kundër Perëndis, dhe të mos bëjmë atë gjë. Më mirë të lutemi Perëndis, edhe ai do të na jap një zgjidhje. Amen. Faleminderit që dëgjoni këtë mesazh sot, edhe shpresoj që ne do t'ju shikojmë së shpejti. Amen. Ne ju duam shumë. Faleminderit edhe një herë. Ne ju duam. Mirëpafshim.